Gjithçka nisi në shtator të vitit 2025. Ky album që ju po ndiqni tani është vetëm një sekuencë e shkurtër e filmit të bukur që ne kemi arritur të realizojmë së bashku gjatë këtij viti. Një klasë e vogël, plot sy të ndritur, buzëqeshje të sinqerta, shumë kuriozitet dhe shumë pasiguri hynë për herë të parë në botën e shkollës. Në fillim kishin pak frikë. Ishin me syt tek ne dhe zemrat tek ju, prindërit. Me kalimin e kohës zbuluam tek secili nga ata diçka të veçantë që e bënte secilin unik. Ditë pas dite ne u bëm shok të mirë së bashku. Bashkë mësuam shkronjat e para, numrat, këngët, tregimet dhe sekretin më të bukur, se kur jemi bashkë, gjithçka bëhet më e lehtë. Jam shumë e sigurt se dhe shkolla për ta u bë më e lehtë me praninë e njëri tjetrit. Këtë vit, ata kanë arritur shumë. Disa mësuan të lexojnë me zë të lartë, disa të shkruajnë fjalët e para, disa të besojnë më shumë tek vetja. Por më e rëndësishmja të gjithë ata mësuan të mos dorëzohen kurrë. Ata mësuan të mos dorëzohen edhe nëse dikush tregohej pesimist me ta, edhe nëse dikush i kritikonte për mënyrën si shkruanin apo si lexonin. Ata nuk u dorëzuan kurrë, vazhduan, u përmirësuan dhe sot jam jashtëzakonisht krenare për ta. Gjatë kohës që ne mësuam njohuritë shkollore nuk lam pas anën tonë më të rëndësishme, mirëqenien emocionale. Ata mësuan të tregojnë respekt dhe ta duan njëri tjetrin, mësuan të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të kërkojnë e japin ndihmë. Nuk do të harroj kurrë ditët kur ata mezi prisnin të ktheheshin nga shkolla për në Time Center dhe me shumë krenari të më tregonin mbështetjen dhe suportin që kishin treguar për njëri tjetrin në rast nevoje në shkollë. Ne u rritëm së bashku. Patëm ditë me shumë emocione. Herë qeshëm fort, herë u mërzitëm pak, por gjithmonë gjetëm mënyrën për të ecur përpara së bashku. Tani, viti ynë i parë po mbyllet, por kujtimet tona sapo kanë filluar. Bankat do të mbajnë mend zërat e tyre, muret vizatimet e tyre dhe zemrat tona çdo moment të bukur që ndam së bashku. Sot, ata nuk janë më vogëlushët e ditës së parë. Sot ata janë më të guximshëm, më të ditur dhe gati për aventura të reja. Dhe një ditë, kur të rriten, ndoshta do ta kujtojnë me buzëqeshje këtë klasë të vogël ku filloi historia jonë e bukur. Sot nuk po mbaron vetëm klasa e parë. Sot po mbyllet një kapitull i paharrueshëm i fëmijërisë së tyre. Suksesi i tyre i parë në rrugën e dijes. Le të jetë ky një kujtim i bukur për fëmijët tanë, për nxënësit e mi të dashur. Mbani gjithmonë me vete kureshtjen për të mësuar, mirësinë për njëri tjetrin dhe guximin për të ëndërruar. Rruga juaj e dijes është shumë e gjatë. Ju jeni ardhmja, realizoni ëndrat tuaja, por mbi të gjitha bëhuni njerëz të mirë. Ruani gjithmonë pastërtinë që keni në zemrat tuaja.